Mirë, rikthehemi së bashku, miq të dashur, faleminderit që na ndiqni. Thash pak më parë, është një pyetje që neve na shqetëson natyrisht, apo pim ujë të pishëm të sigurt në vendin tonë. Çfarë po ndodh? Ka pasur probleme në liçenin e Badocit apo ndonjë liçen tjetër ku furnizohemi me ujë të pishëm? Unë kam në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë konkretisht zëdhënëse në kompanisë rajonale të ujësielësit të Prishtina, duke falendëruar për kohën e saj që do ndaj me ne për pak minuta për të na sqaruar më saktësisht për këtë, Arieta Mjekun. Arieta, të përshëndes dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Mirëmëngjesi, jeni zgjuar herët ju aty besoj, me punë? Po, gjithmonë. Gjithmonë. Na shuaj këtë kureshtjen sepse kemi dëgjuar dhe nga kompania natyrisht që ju edhe drejtoni që ka probleme Badoci për shkak të turbullirës, çfarë ka ndodhur? Po, si pasojë e rresheve të dendura atmosferike, ditëve të fundit dhe prurjeve të mëdha të ujit në liçenin e Badocit përmes projeve, prockave, lumenjve, kemi pas një rritje të shpejtë të nivelit të ujit në liçenin e Badocit. Për shkak të kësaj gjendje dhe për të garantuar sigurinë shëndetësore të qytetarëve, Instituti i Shëndetit Publik Kosovës bashkë me Kompaninë Ujësielëse Rajonal Prishtina kanë rekomanduar të uji të mos përdoret për pije, vetëm për higienë dhe përgatitje të ushqimit, mirë po kur ta përgatisim ushqimin, uji duhet të vlohet për shkak të nivelit të lartë të turbullirës në ujin e patrajtuar, po ashtu edhe në dalje të impjantit të Badocit. Ekipe teknike janë duke monitoruar situatën nga afër dhe po ndërmarrin të gjitha masat që kjo sa më shpejt largohet. Nuk është e rrezikshme kjo turbullirë, mirë po duhet mundësisht këto 2-3 ditë të mos e përdorim për pije apo deri në njoftimin e radhës, mirë po kjo situatë nuk do të zgjasë shumë. Siç ka qenë çështja e manganit apo e Sa doja të pyesja, çështja e manganit nuk ka mangan, thjesht nga rreshet e shumta turbullina që kanë ardhur dhe disa ditë zgjatë dhe ikën, largohet apo jo. Pra nuk duhet të konsumohet gjatë ditëve, fare ujë, vetëm duhet të vlohet? Jo, rekomandohet të mos pihet, vetëm të vlohet për ushqim, po për pije jo. Po nëse shkojmë tek liçenet e tjerë për shembull, nëse shkojmë dhe flasim edhe për liçenin e Batlllavës, ka pasur këtë problem apo jo? Jo, ende nuk kemi ndonjë problem tillë në liçenin e Batlllavës, deri më sot jo. Nëse ka turbullirë të ujit, atëherë normalisht që i njoftojmë qytetarët, por tash për tash vetëm në liçenin e Badocit. E kur ka nisur pikërisht ky problem? Nga dje do të zgjas sa ditë? Po, ky problem ka nisur dje, është diçka e natyrës, sepse ka pas vërshime në vendin tonë. Po. Është nga natyra dhe po shpresojnë që brenda 2-3 ditëve vetë do të fjellet ujë në këto. Arita, mund të më tregoni si keni ju bashkëpunimet për shembull me komunat e tjera? Jam duke parë një njoftim që në fakt është publikuar edhe nga kryetari i komunës së Drenasit, zoti Ramiz Lladrovci, ka bërë të ditur se komuna do të ndërmarrë hapa ligjor ndaj KRU Prishtina për mos furnizim të rregullt me ujë të pijes. Komuna e Drenasit ka mungesa të ujë të pijes. E keni këtë informacion, çfarë ka ndodhur? Kjo është diçka që ka ndodhur nga natyra, është kanali i Bërlepencit, është uji në të është turbulluar për shkak të vërshimeve. Dhe nuk merremi me deklarata të tilla. Nuk merremi me deklarata. Ne kemi mision që të mundohemi të punojmë, të furnizojmë qytetarin me ujë të pishëm dhe largimin e ujrave ndotura, kështu që secili e ka detyrën e vet dhe mund të veprojmë si të dojnë. Por kur kushtet atmosferike, le kthehemi përsëri në vend tek tema kryesore, kushtet atmosferike apo për shembull rreshtet e shumta të borës nuk krijojnë turbullime në këto liçene që ne furnizojmë me ujë të pishëm, vetëm kur ka mbi ngarkesat të shiut. Po, vetëm kur ka mbi ngarkesat të shiut, siç ka njerëzit nga shtëpit janë larguar e lere më liçenet të mos turbullohen. Është diçka që është ardhur dhe ka ardhur nga natyra dhe është e natyrës.
Çfarë A mund ndodhi? ta shmangim termetin, a mund t'i shmangim Jo. vulkanit, jo, kështu që është diçka që vjen nga natyra dhe ne duhet jemi më mirë kuptues në Po këtë edhe të drejtim. përgatitur, besoj, si institucion në këtë rast. Më të përgatitur. Më trego pak se çfarë ndodhi me konsumatorët e ujit të pishëm që nuk e paguan ata që kishin shumë të mëdha që kemi diskutuar kur kemi qenë ftuar në program, i paguajtën në fund viti, kanë nisur përsëri të mos pagesa dhe në këtë fillim vit, kanë nisur shkëlqet. Po, ka pas pagesa në dhjetor të vitit 2025, ka qenë e kënaqshme, mirë po ne apelojmë që edhe tash të fillojmë me pagesa të rregullta për shërbimet e ujësjellësit, sepse është obligim ligjor të paguajmë për këtë shërbim. Uji vjen nga natyra, mirë po ky ujë që vjen nga natyra, në krojet tona nuk vjen direkt nga natyra, duhet një kosto e lartë e trajtimit të ujit, duke kaluar në për të gjitha procese teknologjike për trajtim, që të bartet deri te konsumatorët. Edhe këtë vit ne do të marrim masa ndëshkuese ndaj konsumatorëve që nuk kryen pagesat me rregull të shërbimeve të ujësjellësit, si dhe lëndët e tyre do dërgohen te përmbaruesit privat. Vlen të seket se vetëm në vitin 2005 ne i kemi dërguar te përmbaruesi privat 2121 lëndë të konsumatorëve për borxhe dhe i kemi aplikuar diku 850 shkyqje nga sistemi i furnizimit me ujë për borxhit. A mund ta Në mënyrë që t'i shmangim këto është mirë që të paguajnë me rregull faturat e ujit. E kush janë më të rregullit? Është një qytetar i thjesht me një shtëpi që e ka 4x4 të vogël, të rregullt si pagues apo janë bizneset të mëdha, sipas jush në një vlerësim? Po, si pas vlerësimit tonë, ata që janë mësuar të paguajnë në fillim, nuk dëshirojnë që të mbledhen faturat dhe paguajnë me rregull. Është një mentalitet, një traditë e tyre familjare ndoshta që të paguajnë me rregull çdo shërbim shtetit. Ka të tillë biznese që paguajnë me rregull, po ka të tillë që nuk paguajnë ose presin gjithmonë të shkojmë te dera, se janë mësuar në një sistem tillë, që ne t'ua kërkojmë borxhin që e kanë ndaj shërbimeve të ujësjellësit. Pra është një lloj neglizhence nga disa konsumatorë, nga disa biznese, ndërkaq që borxhi më i madh është i anvisërisë, është rreth 40 milion euro sektori i anvisërisë dhe 80% e sasisë së ujit shpenzohet nga anvisëria, ndërkaq bizneset rreth 5 milion euro. Një pyetje paksa më personale, dua të di sepse ti na ke thënë kur ke qenë në program, në tavolinën tënde ke një shishe uji, ke një gotë uji? Jo, vetëm dezinfektues. Sepse doja të pyesja aty ku ti pin ujë vjen nga badolsi dhe si ku e merr ti ujin nëse vjen nga badolsi dhe për momentin nuk është i pishëm. Në ujësjellës uji vjen nga Shkabaj, sepse jemi në lagjën Kalabria. Okej, domethënë je sigurt për momentin. Mirë, faleminderit shumë Marita, punë të mbar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe juve. Gjithë mirat.